Drejtuesi i Autoritetit për Informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, Gentiana Sula, ka reaguar për vendosjen e bustit të Llazar Zaifundos në qytetin e Korçës. Ajo i quan vendosjen e bustit akt drejtësie historike. Zaifundo, një nga figurat më komplekse dhe tragjike të historisë sonë të shekullit të 20, ishte intelektual, marksist i shkëlqyer, i diplomuar në Sorbonne, përkthyes i Marksit dhe një nga themeluesit e Partisë Komuniste të Shqipërisë. Në 1941 ishte ndër të paktët komunist shqiptar me formim të lartë teorik dhe vizion ndërkombëtar, antifashist dhe europianist i orëve të para. Sikur të kishte mbetur gjallë, Zaifundo do të kishte qenë me shumë gjasa një nga viktimat e para dhe më të mëdha të pastrimeve të mëvonshme brenda Partisë Komuniste. Formimi i tij perëndimor, mendimi kritik, lidhjet me trokin dhe refuzimi i subordinimit të verbër ndaj Beogradit e kishin shënuar tashmë si të papërshtatshëm për regjimin që po krijohej. Vendosja e bustit të tij tani nuk është thjesht nderim për një figurë të harruar, është një akt drejtësie historike dhe një mesazh i fortë edhe brenda lëvizjes komuniste. Ka pasur njerëz që u vran pikërisht sepse donin një komunizëm më njerëzor, më të pavarur dhe më pak të përgjakshëm. Është një kujtesë që regjimi që lindi në 1944 nuk kurseu as bite vetë më të talentuar kur ata kundërshtuan kultin dhe dhunën. Le të shërbej ky bust si thirrje për të mos i përzier kurrë më çlirimin nga fashizmi me justifikimin e krimeve që erdhën më pas, lavdi Zaifundos dhe të gjithë atyre që paguan me jetë refuzimin e diktaturës, nga cili krah ideologjik që erdhën, shkruan Sula.